mbushet kjo sallë. Kryetori kryetar, me lejen tuaj e shpall të hapur konventën promovuese Partisë Demokratike Shqiptare për zgjedhjet lokale 2013. Të nderuara motra dhe vëllezër, zonja e zotrin, antar dhe simpatizant Partisë Demokratike Shqiptare, mirë se keni ardhur në këtë konvent Partisë Demokratike Shqiptare. Në fillim, lejoni që të përshëndesim kryetarin tonë, zotin Mendu Baçi. Zotin kryetar, kjo prezencë masive shqiptarëve sonte në këtë sallë dhe jashtë saj jep një mesazh shumë domethënës. Ky popull kërkon aksion, edhe atë aksion të menjëhershëm për t'i mundur ata që nuk kanë vizion, ata që janë të tërhequr nga epshi i përfitimit personal, ata që janë të verbruar nga pushteti, ata që kanë harruar kombin, ata që shkatrojnë dhe shkaktojnë gjak, mundim, lot dhe tjerësin e shqiptarëve. Për këtë aksion janë të mobilizuar shqiptarët nga gjithë vendi, prej nga Manastiri e deri në Nikovë. Të nderuar vëllezër dhe motra, edhe sonte na nise që prezantoj veten, unë jam Bekir Fazliu, kandidati PDSH-s për kryetar të qytetit Shkupit. Sonte do t'ju them vetëm disa fjalë, do të marr dy shembuj që në vetë flasin shumë. Shembuj që demaskojnë politikën e vërtetë kësaj qeverie. Tregojnë qartë se me këtë kemi të bëjmë punë dhe pse duhet t'i mundim këta që janë në qeveri. Në vitin 1925, ushtria serbe me eksploziv rënoi Kurmali Xhamin në qendër Shkupit, që pastaj në anklen të ndërtoi shtëpinë e oficerëve që simbolizonte madhrimin e ushtrisë serbe për masakrat e bëra nga shqiptarëve. Mirpo, në vitin 1963, Zoti nëpërmjet tërmetit shkatroi këtë objekt të ushtrisë serbe. Dërsa të nderuar vëllezër, sot në vitin 2013 paramendoni çfarë situate kemi. Tani BDI me vëmëron ka filluar të ndërtojnë përsëri shtëpinë e oficerëve të ushtrisë serbe. Shembulli tjetër, aksioni policor Monstra, nuk ban mend historia e shqiptarëve aksion të tillë ndaj nënave dhe motrave shqiptare. Këta dy shembuj janë shembuj të mjaftueshëm që të imposhtim ata që janë kundër Zotit, kundër familjeve tona dhe kundër shqiptarëve. Dhe në fund këtij prezantimin tim kërkoj bekimin e Zotit, le të mbrojë secilin prej nesh dhe të gjithë neve. Na prift e mbara, ju falenderoj. Vazhdojmë edhe një prezentimin dhe promovimin e kandidatëve tjerë për kryetar komune. Ftoj këtu në BIM kandidati për kryetar komune së Sëdërenshanit, zotin Azem Sadiku. Nderuar kryetar, i dashur popull, sonte ky është populli i Kashjakës dhe sonte ky është
gjithë shqiptarët të Maqedonisë. Dojoni që të përcjell përshëndetjet nga Koliçani i Poshtëm, nga Cvetova, nga Traçevica, nga Marana, Patica dhe Studeniçani. Gjithashtu ju përcjell përshëndetjet e shqiptarëve nga Çashka, nga Velesi, nga Zelenikova dhe komuna e Sopnishtës që ne quajmë Risima. Jam shumë i nderuar dhe kam kënaqësinë që mund t'i drejtohem popullit që është në këtë sallë si dhe gjithë atyre që na përcjellën.